Si ka dështuar, plotësisht ka dështuar. Kur themi ka dështuar, jo pjesa e SPAK dhe GKK-s. Jo, do marrim dhe ata kanë përgjegjësinë e tyre. Dhe për ata do të flasim. Pra cili element, atë më të thjeshtë. Flasim sepse për pse neve nga 26 gjykata sot 13. Do të themi patjetër tek sistemi tjetër i vjetër. Gjykatat në rrethet kryesore të shkallës parë. Pse duhet kemi apel të jurisdiksionit përgjithshëm këtu, për çfarë arsye? Dhe është e qartë, thot senatori Kell, nga 16.000 dosje, kaluam në rreth 200.000. Unë besoj se do jenë diku rreth 160.000 me burimet statistikore të brendshme të Shqipërisë. Shumë janë gjithsesi. Pra shumë, gjithsesi. Atëherë, si do e përballojnë këtë stok të madh? Po marrim jurisdiksionin e përgjithshëm të apelit në Tiranë. Ju e dini që atje organika është 75, s'janë as 40 gjyqtarë. Dhe ata nuk kanë zyrë, arrinë për këmbë. Dosjet shkonin arkivat e tyre, dosjet me vitet tëra aty janë. Pra, si do të realizohet drejtësia për qytetarët që presin me vitet tëra? Dhe ka shumë njerëz që vdesin dhe nuk arrin të gëzojnë drejtësinë. A kupton për këtë gjë? Dhe çështja e tyre nuk zgjidhet. Dhe kjo është dhe kjo një nga arsyet madhore të protestës. Pra do të themi, ka harta e vjetër. Duhet të funksionojnë gjykatat e apelit të shpërndara, se kështu punon dhe Greqia, kështu punon edhe Italia, kështu punon dhe shumë vende. Si punojnë? Ta bëjnë që kështu në Greqisë dhe Italisë. Po të marrim sepse ka gjykat të apelit, ka Selaniku, ka Janina, ka Athina, ka Pireo, Patras, në gjithë të gjërat. Pra pse ne duhet ta grumullojmë të? Ne kemi vetëm një. Kemi një. Sa kishim më herët? Kishim 5 deri në 6. Referuar qarqeve kryesore, se 6 qarqet janë në Shqipëri, i mbulonin shumë i këto gjykata. Si mund të vijeni nga Korça këtu, ose nga Tropoj, ka një çështje penale. Jo vetëm që u rrit stoku i dosjeve, po rrit dhe kosto e qytetarëve për këtë gjë. Dhe tani, ç'o ndodhi? Nuk ka një vend tjetër në Europë. Flasim për Shqipërinë që adheron, për tyr, domethënë me aspiron për tyr në BE. Sa ju në dhomat e këshillimit, që janë të dhomat e këshillimit? Çfarë janë për ata që nuk e din? Çdo thot dhomat e këshillimit. Dhoma e këshillimit mund të ketë vetëm gjykata lart. Nuk arrin dot të bëj seanca të hapura. Na kupton? Pra, dhomat e këshillimit shkallë parë është bën një qytetar pa di, bën një kallëzim, shkon në dhomat e këshillimit, e bën me mospranim prokurori ose gjykata atje, për këtë punë as tresin as dëgohet. Pra shkon në gjykatë të apelit, në emër të asaj që të heqim stokun, as atje me dhoma këshillimit. Pra, as dëgjohet direkt qytetari, pra prekën në rënd lirit themelore dhe drejtat e njerëzit. Po pra, kjo është një mungesë shumë e madhe. Pra ne duhet në mënyrë urgjente të anullohen dhomat e këshillimit janë në shkallën e parë dhe në apel. Të funksionojë vetëm gjykatat e lartë. Dhe gjykatat e lartë ka kolegje, ka autoritet, edhe për të unifikuar të praktikat kur me vendimet. Për këtë gjë. Më fal, edhe një gjë tjetër. Tash u krijuar një qeverisje gjyqësore. Si ka mundësi të shkoj kryetari i gjykatës lartë dhe gjykata lartë një autoritet suprem. Na kupton një vendi e të rinë të presin këtë dera dhe sa t'i thresë i kryetari ke legjas brenda dhe autoritet për t'i mbikëqyrë i LD ata. Ç'shkam? Nëse ka një shkelje nga gjyqtarët e lartë dhe nga kryetari i gjykatës lartë, po krijohen me komisione hetimore të posaçme për këtë gjë. Ka një komision të ligjeve që bën të transparencë publike. Po krijohet një komision i veçantë me autoritete, me njerëz që janë të pavarur nga ato, të mbikëqyrin, vërtet të është ky akt apo s'është ky akt. Pra dhe ky komision merr vendime të rëndësishme dhe i referon parlamentit ndërhyrjen. Ndërkohë propozon ndërhyrjen në autoriteteve të drejtësisë, qofse ka pasojë penale, përveç pasojë administrative për këtë gjë. Pra, ne kemi gjykatën e lartë të dobët sot. Pra, dhe sot ndikohet nga reformat e papritura, siç janë kodi penal, jo problemi i rishikimit të dënimeve, si janë mbushur burgjet e gjithë. Pse mos mbushesin burgjet? Ku qeveria thot kush vjedh energji në burg? A kupton? Kush vjedh ujë në burg? Kush bën një mur atje pa leje në burg? Pa u mbushën këto për këto gjërat. Se nuk janë mbushur burgjet me subjekte penale, me masa sigurimi në arrest, në paraburgim ose në burgim, nga njerëz që vijnë nga grupet kriminale, ose ata që kryen individ grupe, ose organizata që merren me krime të rënda, vrasje e tjera gjëra, prostitucion, kujton trafike e gjithë të gjërat. Pra, këto janë ato problemet që sot janë gërshët kryesore dhe qeveria ka heshtur. Pra, nuk ka ndërhyrë
të kuptoj që nuk e ka dorë situatën drejtësia. Unë për një lloj konkluzioni këshore, si ka mundësi. Kemi konferencën e prokurorëve, janë 400 prokurorë. Kemi konferencën gjyqësore, rreth 400 dhe ata. Kemi KLP dhe KLG dhe gjykatë lartë. Po mirë, nuk logjikojnë ta të mblidhen një herë këta. Mo të mblidhen çdo 6 muaj, të gjithë më bashkë, ku shikojnë që ka dalë njerëzit në rrugë sot dhe ka shqetësime shumë të mëdha dhe akuza direkte për kriminalitet, të korrupsionit shtetëror, të lidhur me segmente, jo gjithë qeveria, jo gjithë parlamenti, gjithë, po marrim ato që përgojohen sot në këtë gjë. Edhe të punë, e të shikojnë, më çfarë funksionon në sistemin e drejtësisë. Shumë gjëra nuk funksionojnë, nuk është vetëm dhomat e këshillimit. Po marrim kallëzimet, po është turp, nuk ka vend në botë. Siç vepron Shqipëria, e bën kallëzimin që bëhet fjalë për një vrasje, bëhet fjalë për një individ, një grup, organizatë kriminale. A kupton? Dhe e merr kallëzimin, vetëm prokuroria, policia tash kanë dorë ta referojë në prokurori. E merr prokurori, hop, fotot në zyrtar, dhe as kujtohet, kalojnë vite të tëra. Çfarë ndodh me provat aty? Me autorët e krimit, shtuken. Detyrimisht merren masa ta korruptojnë drejtësinë dhe korruptojnë drejtësinë për këtë fakt vetë. Kryo pyetja që të gjithë e ngran, Ilir duhet më japësh një përgjigje për këtë, ti je një shumë mirë pjesa e SPAK dhe GKK. Ku është në mes të gjithë këtyre organizmave? Ja, po do ta shpjegoj, po dua ta nis me këtë kallëzimin se është pjesë dhe SPAK-u ka përgjegjësi këtu. Ku flas për kallëzimet, flas për gjithë jurisdiksionin penal të prokurorisë. Ne sajuam një jurisdiksion të posaçëm dhe kushtetues një sistem tepër i gabuar. Pra, ne duhet kemi një prokurori përgjithshme të fortë. Do të kemi një biro kombëtare të timit të funksionojë si një organ i centralizuar kombëtar, jashtë SPAK-ut, jashtë prokurorisë të këtë gjë. Pse? Sepse duke futur me një status kushtetues dhe BKH-n dhe SPAK-un, mungon shtylla kryesore e mbikëqyrjes nga autoritetet kushtetuese, nga parlamenti. Pra, kur flasim për mbikëqyrjen flasim vetëm për mbikëqyrjen e sistemit të prokurorisë, jo të sistemit të drejtësisë gjyqësore. Pra, gjykatat janë pavarura. Si ka mundësi? Brenda prokurorisë, prokurori s'pyet fare për drejtuesin e prokurorisë. Një çthurje totale e mungesës të zinxhirit komandues nga brenda. Pra, në emër të asaj që prokurori është i pavarur. Po mirë, ky prokurori është i pavarur, po drejtuesi i prokurorisë është aty. Nuk ka drejt të kërkoj llogari për afatet hetimore të procesit penal, të dosjeve penale. Nuk ka drejt të kërkoj për kallëzimin, çfarë bëhet me atë kallëzim? Gjithë këto probleme janë strukturore apo janë kulturore, shtetërore, institucionale?